Me të ishte njohur në mes të vitit 2017. Nuk bën dasmë, por pashketuan sa herë që ai vinte nga Italia në Kosovë. Pikërisht gjatë kësaj kohe ajo mbeti shtatzën. Edhe pse shiheshin rrallë sjellja e tij, burrit që për shqipen u bë bashkëshort pa asnjë kurorëzim, nuk ishte e mirë ndaj saj. U kanë shumë i dhunë shumë. Edhe gjatë shtatzanis? Edhe gjatë shtatzanis, po. Çfarë dhunë ka ushtruar? Dhunë psiqike ma shumë. Gjatë shtatzanis, dhunë psiqike. Çfarë thoi ke psiqike që ka dhunë? Bërtitke, njeri nervoz, njeri si mu kanë psikopat, njeri. Nën stop që ato fjali shka të nervozojshin, pa i pasune, a i gjike arsyet që nuk vike den orat 3 natës, unë risha vetë, qatë ko për shumë 3-4 ditë risha me ta, ma shumë të nana kom nejtë. Ta natën, do me thanë, shkojke në Bigjoz, se me Bigjoz a i s'mundet me jetu pa Bigjoz. Derin 3 viket, ana jo i hupa që ka, që jo ka rast që edhe të mijat i ka marë. Pa i ditune. Edhe kur më kanë vyt mua, edhe nuk i kom pa parët aty. A i ke pyt? Jo, thë ke këqyri ka janë, ka qëllu edhe nana vete erdhë, edhe i thashe dhe asajna që më kanë hu parët, edhe u prejk ajo. Po në me fol nuk foli kur gjam. Kisha me shkue në kontrol, në Prizren. Kesh në kontrol, mas kontrolit, nuk u këthym drejt në shpi, po nalë në Prizren, ku janë kanë kazinot, edhe aty unë kom prit 15 minuta në kerë, 1.000 euro i ka lanë Bigjoz, për 10 minuta i ka lanë 1.000 euro në Bigjoz. Edhe kur erdhë, gjo normale. Vajza lindi në fund të korriku të vitit 2018, por vetëm pak dit pas lindjes, përveç dhunës psikologjike dhe financiare që tashmë e përjetonte, ndaj saj filloi edhe dhuna fizike. Mas andej, lindi vajza, mas 3 dite ka përdor dhunaj ndaj meje, edhe e kisha vajzën në dorë, 3 ditë vajza, edhe nuk e di qysh jerdha jo, u kanë edhe nana vetë aty, edhe më shoj, ko gjasi shumë më shoj, edhe më po në ftyrë, edhe s'kisha qysh me reagu se qikën e kisha në dorë, edhe e lash qikën edhe dola, e mora telefonin, deshta me thirë babën tem, edhe kur e patë që e kapa telefonin, edhe ati i shkoj menja që ka me thiru në prindrin, ma kapi telefonin edhe e thej. Edhe dola bisedova me nanën e tina, e bërtit kaj, unë ma me këtan s'du me jetu, unë se marë, nanës veti thojke, nana veti thojke qysh, ti qikën i thojke në ta merë kjo, 500 euro ja japë në mujtë, unë se duhe ma, nuk du me jetu. Edhe 3 ditë s'kum pas telefon, mu lejmru të familja jeme. Edhe ata e dishin që sa është diçka në regull, kanë arë familjarët e mi. Shqipja thot se dhunën fizike nuk arriti të raportonte me njëherë, me gjithse për atë që po ndodhte kishte mjaft dëshmitar. Jo, mas 3 dite jo, se unë të thash që s'do isha me bo problem, vllavin e ka polic, e din ngjarjen krejt vllavi vet, ai u ka ndesht me lajmërue këtë rast, po nuk e ka lajmërue, ka ngruja atina, edhe kum kërku ndihmë, po kërkush prej tyne nuk më ka dhënë ndihmë. Por, kur më në fund gjeti forcën të shkonte në polici, Shqipja thot se atje nuk gjeti mbështetjen e duhur. Sipas saj, organet e rendit në Suarek nuk i hapën as rast për raportimin e dhunës në familje. Mas 2 jave tash se di sakt sa kanë qenë,
kom shku në polici, ju mankue, kom dhanë deklaratën e kom dhanë që për çka. Çka ke shku në polici me deklaru? Më deklaru që ky nuk është ju më lanë rahat, ky më thoi që ka më ta mytë familjen, ka raste që edhe revolën e kanë zerë, edhe më ka thonë që a peshe revolën, që ti zgudzojsh me bozahi, zgudzojsh me livri, ta mys vllavin, ta mys babën, shka të thamë unë ti ki me bohe. Rastin e dhunës e lajmërova? E lajmërova në polici, asaj policës nuk ja di emrin, u ka në polici Haxhi Krasniqi, ajo policia më ka marrë deklarat, edhe Haxhia, edhe ajo policia më thëjke që duhesh me pas fakte, fakte që me pas në ftyrë, shenja po dhunës, nuk e kanë hapë rastin, nuk më ka ndihmu edhe policia se shka ku kanë që vllavin e ka policë, a i kanë ndikue. Emisioni Mat ka pyetur policinë në Suarek lidhur me pretendimet e shqipes. Përmes një përgjigje me email, zyrtarët policor kanë deklaruar se shqipja nuk ka qenë asnjëherë për të raportuar. Në lidhje me pyetjet e parashtruara nga ju njoftojmë se pas verifikimit në databazën policore nuk rezulton të ketë ndonjë rast të regjistruar viktima në fjalë. Në vitin e përmendur, nëse ka pasur ndonjë raport policor, ai është shkatëruar pasi raportet ruhen për 2 vite. Megjithatë, në stacionin policor Suarek, raportet nuk janë shkatëruar pa kaluar 5 vite. Por rasti i përmendur daton nga gushti i vitit 2018, pra kanë kaluar tashmë 7 vite. Gjithashtu kemi biseduar me rreshterin H.K, i cili është në dieni për palën ankuese, pasi është fqinj me babajnë e saj. Ai deklaron se nuk e njeh personalisht palën ankuese dhe se ajo nuk ka biseduar ndonjëherë me të. Sipas tij, babai i saj ka biseduar privatisht me të dhe është këshilluar që ta raportojë rastin në stacionin policor. Rreshteri H.K konfirmon se pala së pakut e ai asnjëherë nuk ka qenë zyrtarisht në stacionin policor për të raportuar ndonjë rast.